Në kuzhinën e shtëpisë së Big Brotherit mbretëronte një qetësi e çuditshme. Nuk ishte ajo qetësia e zakonshme e mëngjesit, por një heshtje e rëndë, e mbushur me fjalë të pathëna. Kamera lëvizte ngadalë, sikur edhe ajo po kërkonte diçka që ende nuk kishte shpërthyer. Labinoti ishte ulur në tavolinë, me filxhanin e kafes përpara, por pa e prekur. Syt I kishte të ngulur te Eliona, e cila rrinte pak më tej, duke rregulluar flokët para pasqyrës, sikur po shmangte çdo kontakt. Eliona, tha ai më në fund, duke thyer heshtjen. Zëri I tij ishte I qetë, por pyetja I rrinte pezull në ajër. A ke pa hajrim Claudin? Eliona ndaloi lëvizjen. Pasqyra I tregoi fytyrën e saj për një sekond më gjatë se ç'kishte dashur. Pastaj u kthye ngadalë nga Labinoti. Çfarë do me thënë kjo? Ja ktheu. Hajrim në çfarë kuptimi? Labinoti u mbështet pas karriges, po flitet shumë. Tha. Brenda këtu fjalët ecin më shpejt se njerëzit. Ti rri shumë afër me të. Po pyes thjesht, a ke pa hajrim Claudin, apo është thjesht lojë? Kamera kapi një buzëqeshje të lehtë në fytyrën e Elionës, por syt nuk I qeshen. Brenda kësaj shtëpie gjithçka është lojë. Tha ajo. Edhe pyetjet, ai tundi kokën, mos mu shmang. Tha. E di që kur të dalim nga shtëpia, gjërat s'do të jenë më si këtu brenda. Eliona mori frym thellë. Kur të dal nga shtëpia, do e shohim. Tha qartë, pa ngritur zërin. Jashtë është një botë tjetër. Këtu brenda gjithçka është e kufizuar, muret, fjalët, edhe ndjenjat. Në atë moment, Claudi u shfaq në prag të kuzhinës. Nuk foli. Vetëm qëndroi aty, sikur e ndjente që po flitej për të. Prania e tij e ndryshoi menjëherë atmosferën. Labinoti e pa drejtë në sy. Ja ku është. Tha. Flasim hapur apo vazhdojmë me nënkuptime? Claudi ngriti supet. Unë s'kam asgjë për të fshehur. Tha. Çdo gjë që bëj këtu është para kamerave. Nëse dikush sheh diçka tjetër, është interpretim. Eliona ndërhyri, kjo është pikërisht problema e kësaj shtëpie. Çdo gjë interpretohet. Një shikim bëhet histori, një bisedë bëhet strategji. Labinoti u ngrit në këmbë, po publiku nuk sheh gjithçka. Tha. Ata shohin copëza. Dhe ne jetojmë me pasojat e atyre copëzave. Një heshtje tjetër. Claudi u largua ngadalë, duke lënë pas një tension të pashprehur. Eliona e ndoqi me sy, pastaj u kthye nga Labinoti. Ti po më pyet për Claudin. Tha ajo. Por ndoshta po flet për frikën tënde. Frikën se dikush tjetër po zë hapësirë në këtë lojë. Labinoti buzëqeshi hidhur. Big Brother nuk është vetëm lojë. Tha. Është pasqyrë. Dhe jo gjithmonë na pëlqen ajo që shohim. Diku në sfond dëgjoi zëri I Big Brotherit që njoftonte një aktivitet të ri. Sikur të donte t'i shpërqendronte nga tensioni. Por fjalët tashmë kishin mbetur pezull. Eliona u largua drejt dhomës së gjumit, duke thënë edhe një herë, kur të dal nga shtëpia, do e shohim. Këtu brenda, gjithçka është provë. Kamera mbeti te Labinoti, I vetëm në kuzhinë, duke parë filxhanin e kafes që ishte ftohur. Loja vazhdonte, por pyetjet po bëheshin gjithnjë më personale.